Hello. What a great turnout. Sa shumë që jeni. Thank you. Thank you. Ju faleminderit. First, I bring you greetings from the United States of America. Së pari ju sjell përshëndetjet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. And I'm here to tell you that the United States cares very much about Albania and the elections that you have coming up on May 11th. Së pari dua t'ju them se Shtetet e Bashkuara e kanë shumë për zemër Shqipërinë dhe janë të interesuara për zgjedhjet e 11 majit. Albania is at a crossroads. Shqipëria gjendet në udhkryq. History will write who did what during these elections. Historia do të shkruajë se kush bëri çfarë gjatë këtyre zgjedhjeve. Now, we made a little history in America in November. Maybe you heard something about it. Ne shkruajtëm historinë në Amerikë në nëntor, pas e keni dëgjuar për këtë. In America, the socialists try to destroy Donald Trump using the legal system. Në Amerikë, socialistët u përpoqën të shkatrojnë Donald Trumpin me anë të sistemit ligjor. But Donald Trump and the American people wouldn't have it, wouldn't let it happen. Por Donald Trump dhe populli amerikan nuk e lejuan. Here in Albania, the socialists are trying the same tricks. Këtu në Shqipëri, socialistët po provojnë të njëjtin marifet. And I'm here to tell you, they won't be successful here either. Dhe jam këtu për t'ju thënë se as këtu nuk do t'ja dalin banë. Exactly. Po, pikërisht. Dr. Berisha will not stop fighting for you to take Albania back from the corrupt politicians and the narco traffickers. Doktor Berisha nuk do të ndalojë së luftuari për ju, për ta kthyer shtetin nga narkotrafikantët dhe nga zyrtarët e politikanët e korruptuar. I've been in politics 40 years. Unë jam në politikë për 40 vitesh. I have never seen a politician work harder than Dr. Sali Berisha. Nuk kam parë kur një politikan që të punoj kaq fort sa doktor Sali Berisha. But he can't do it alone. Por ai nuk mund t'ja dal vetëm. Now is the time for you all to do your part. Tani e keni radhën ju të bëni pjesën tuaj. You need to talk to your friends, your neighbors, your family. You got to get everyone to go out and vote. Duhet të flisni me familjen, me fëmijët, me të afërmit tuaj dhe t'i bëni që të gjithë të dalin dhe të votojnë. And I want everybody in the crowd now to look at each other. Look to the left and the right. Ju lutem të gjithëve këtu Look që each other in jeni the blekur, eyes. shikoni njëri tjetrin, majtas dhe djastër, shikoni njëri tjetrin në sy. And you, I got to ask yourselves, are we going to make history together? Dhe pyeteni veten, a do të ndryshojmë ne historinë? My answer is yes, we're going to make history. Përgjigjja ime është po, do të ndryshojmë historinë. Fitore, fitore, fitore. Faleminderit.